Fellow Americans, this is liberation. Presidenti Amerikan Donald Trump mund të vazhdojë të mbledh taksat e importit për momentin, vendosi një gjykat apeli, një ditë pasi një vendim tregtar i konsideroi pjesën më të madhe të tarifave globale si të paligjshme. Një gjykat federale apeli miratoi kërkesën e Shtëpisë së Bardhë për të pezulluar përkohësisht urdhrin e gjykatës së shkallës së parë, e cila vendosi se Trump kishte tejkaluar pushtetin e tij duke vendosur detyrimet. Vendimi i së mërkurës nga gjykata e tregtisë ndërkombëtare shkaktoi zemërimin e zyrtarëve të Trump, që e quajtën atë një shembull të tejkalimit gjyqësor. Bizneset e vogla dhe një grup shtetesh kishin kundërshtuar më parë masat që kanë tronditur rendin ekonomik botror. Në apel, administrata Trump tha se vendimi i lëshuar nga gjykata tregtare kishte vënë në dyshim presidentin në mënyrë të papërshtatshme dhe kërcënonte të shkatërronte muaj të tërë negociatash tregtare të ashpra. Degët politike, jo gjykatat, realizojnë politikën e jashtme dhe ekonomike, thuhet në dosje. Pak para heqjes së tarifave nga gjykata e apelit, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë tha në një konferencë për mediat se Amerika nuk mund të funksionojë nëse presidenti Trump ose ndonjë president tjetër pengohet në negociatat e ndjeshme diplomatike ose tregtare nga gjyqtarët aktivistë. Trump e kritikoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë në një postim në mediat sociale, duke shkruar: "Shpresojmë që gjykata e lartë do ta përmbysë këtë vendim të tmerrshëm, kërcënues për vendin, shpejt dhe me vendosmëri." Vendimi së mërkurës nga gjykata pak e njohur tregtare në New York do të anulonte tarifat e vendosura nga Trump në shkurt për mallrat nga Kina, Meksika dhe Kanadaja, të cilat ai justifikoi si një veprim që synonte të adresonte kontrabandën e fentanilit. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë do të rrëzonte gjithashtu një taksë të përgjithshme importesh për 10% që Trump zbuloi muajin e kaluar për mallrat nga vendet e botës, së bashku me detyrime më të larta tash të quajtura reciproke për partnerët tregtar si Bashkimi Evropian dhe Kina.